Rama jep dorëheqjen. Dita e 71 e revoltës kombëtare kundër keqeverisjes, qytetarët vazhdojnë të jenë të vendosur. Protesta qytetare kundër qeverisë të klasës politike vijoi dhe sot duke hyrë në ditën e 71. Qytetarët në këtë ditë u mblodhen në sheshin Skënderbej dhe prej aty marshuan drejt kryeministrisë. Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e kryeministit Edi Rama, protesta e cila nisi fillimisht kundër projektit për ndërtimin një rezorti turistik në Zvërnec, është zgjeruar me kërkesa të tjera politike. Gjatë tubimit priten thirrje kundër drejtuesit kryesor politik, ndërsa një nga sloganet bazë të protestuesve është Rama në burg, Berisha në burg. Protestuesit kanë deklaruar se do vijojnë tubimet dhe në ditët në vijim dhe shumë të vendosur deri në realizimin e objektivave të tyre. Ata kanë vendosur 3 deri në 4 ditë gjatë muajit shtator që do të jenë ditë kryesore të mobilizimit të protestuesve.